Përfshirja e fëmijëve me aftësi ndryshe në shkollat tona mbetet një sfidë, por edhe një detyrim për të ndërtuar një shoqëri të barabartë. Endri Kolaveri, nxënës i spektrit autik në gjimnazin Qemal Stafa, është një prej shembujve të integrimit të suksesshëm. Eksperienca ime në shkollë është shumë e mirë dhe e bukur, dhe mësuesit më ndihmojnë në mësime dhe më përfshin çdo aktivitete të ndryshme. Edhe shoqet e mia më rrin pranë, nuk më ofendojnë dhe më rrin afër. Është të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të jemi të veçantë në veçanërinë tonë. Përveç mësimeve, Endri është i apasionuar pas sportit dhe pjesëmarrja në aktivitete e ka ndihmuar të zhvillojë aftësitë e tij. Pas mësimit, unë pëlqen më shumë basketbolli, futbolli edhe të shkruaj në notë. Unë në notë kam marrë medalje shumë i mirë dhe kur dola i pari fitova një medalje që kam dalë në vendin e parë. Që të marrë në deg për më shumë si sociologji, sepse unë me atë mund të kap degën e sociologjisë, sepse unë do shkoj e lartë, plus do jem dhe me mësuese këto nxënës. Në procesin e përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuar në shkolla, luan një rol shumë të rëndësishëm edhe psikologja e shkollës. Ne nuk kemi një database fikse që se kur duhet të vinë çdo nxënës ose në këtë rast edhe Endri për të konsultuar me mua. Unë kam shumë afër Endrit dhe ne ndeshemi shpesh herë edhe në korridoret edhe në 5 minutë. Kur shikon Endri që ka diçka që duhet të ma thotë, vjen dhe diskutojmë nga afër. Pastaj lidhjet janë edhe me mësuese ndihmëse të Endrit, me mësuesit lëndor edhe me shokët dhe shoqet e klasës. Gjërat janë të ndryshme, varet se çfarë ka kaluar atë ditë, një situatë qoftë e këndshme apo jo. Për shembull, një ditë që kishte marrë, me që edhe Endri vetë përmendi që kishte marrë medaljen në vend të parë, atë ditë ishte gjatë gjithë kohës me medaljen dhe ishte shumë i lumtur dhe vjen dhe më thotë psikologa e ka marrë medaljen, shumë entuziast për këtë gjë dhe gjatë gjithë kohës donte që të binte në sy me medaljen që kishte marrë. Pastaj janë edhe kur ka ndonjë gjë që ka dëshirë të jetë me ndonjë aktivitet, e përfshim në aktivitete të ndryshme. Sipas një studimi të Organizatës Botërore të Shëndetit, 1 në 10 fëmijë në Shqipëri, ose rreth 10%, ka të paktën një vështirësi të një shkalle të thelluar në funksionim dhe zhvillim, që sipas ekspertëve kërkon një kujdes të veçantë në trajtim.